na po flasëm aleancat kur janë kriju me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po e morën domthonë presidentin e asaj kohe, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, që ata disa janë të ri. E themelun ushtrisë qeverimtare të Kosovës. E fillun luftën, e fitun luftën dhe i bindën në aleatët. Ndërsa gjithë këtë infrastrukturë që e ka zoti Kurti, edhe me na shkatru me Amerikën, edhe me na shkatru me miqtë tonë ndërkombëtar, ka shumë arsye dhe shumë fakte, po unë mendoj që populli mo nuk e hanë këtë karrimin e tij, Amelika që Amelika, ku e diun edhe më këtu fjalë banale të tij, që ndoshta po bëhem edhe tepër ty e citu, mirë po është mbulfat ky vend, kjo skenë politike, është kontaminu gjithçka me fjalorin e tij. Domthonë pa e kursy as Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi qenë pjesë e luftës, unë jam vetë vëlla dëshmori. Baza e ushtrisë ligjore të Kosovës në rajonin tonë ka qenë në familjen time. Mirë po, pa mbështetjen e tyre nuk ka pas shans që ta shijojmë në këtë liri. Nuk do ishim dorëzu, do i vërejshëm ndoshta të gjithë. Mirë po, liri nuk ka bukur problem. Dhe këtë kanë arrit disa djemtri për me vinë në Amerikën. Ndërsa tash me infrastruktura me të gjitha, me njohje me të gjitha, edhe ky me ardhur deri në me punu vendin tonë, vendin e Kosovës me hinën sanksione dhe mu përjashtu prej shumë organizata ndërkombëtare, këto ka po vetëm një misionar edhe ai ka emrin Albin Kurti.